Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu i afal atij të gjitha mëkatet e kaluara. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatllin, jemi në prag të muajit madhështor të Ramazanit. E lusë Allahun Azza wa Jall të na mundsoj të arrijmë atë dhe të agjerojmë me përkushtimin më të madh. Do ta përmend një hadith dhe kërkoj nga ju vëmendje. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu i afal atij të gjitha mëkatet e kaluara. Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot në Allahun xhelle xhelaluhu, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu i afal atij të gjitha mëkatet e kaluara. Këtë hadith të nderuar xhamatllin duhet ta mbajmë parasysh në çdo moment të Ramazanit. Këtë hadith duhet ta kujtojmë kur ngrihemi në syfyr e kur e qelim iftari, kur na dhen barku nga uria e kur na kap etja, kur na dobësohet trupi e kur na dridhen këmbët. E bëjmë këtë që ta fitojmë sevapin e plot, ta arrijmë shpërblimin e plot tek Allahu Azza wa Jall dhe të na shlyen dhe të na falen mëkatet që i kemi bërë. Këtë muaj duhet ta mbushim me vepra të mira. Dhe siç e dini, veprat e mira janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Largimi një pengese nga rruga është punë e mirë dhe Allahu e shpërblen atë. Të i buzëqeshësh dikujt me sinqeritet është prej punëve të mira dhe Allahu Azza wa Jall ta shpërblen shumë atë. T'ia thuash dikujt një fjalë të ëmbël të bukur, konsiderohet prej veprave të mira. Ta këshillosh dikën për të bërë punë të mira, apo për të u larguar nga veprat e këqija, është prej punëve të mira, që Allahu Azza wa Jall paguan shtrejt. Por njerëzit nuk shpërblehen njëjtë. Jo të gjithë e kuptojnë çfarë po bëjnë dhe për kë po e bëjnë. Kjo ndodh jo vetëm për punët e vogla, por edhe për punët e mëdhaja. Njeriu sa është me përpikmëri, për qëndrim dhe për ulje në vepra të mira, aq edhe shpërblehet tek Allahu Azza wa Jall. Nëse njeriu e ka nijet ta bëj për Allahun Azza wa Jall, duke e kërkuar shpërblimin e tij, duke bërë punën ashtu siç ka kërkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, e merr shpërblimin e plot. Po ata të cilët i bëjnë pa ndonjë qëllim kështu, apo për ndonjë qëllim jo të ndershëm, ai nuk merr sevape. Për shembull, edhe kur të falemi, të gjithë qëndrojmë në një rresht. Të gjithë jemi të kthyer ka kibla. Fytyrat dhe trupat tonë janë të kthyer ka kibla, në një drejtim. Të gjithë ndjekim një imam. Mirë po dallimin e bën përqëndrimi dhe përulja në këtë adhurim. Dikush me gjithë qenjen e tij është në namaz. Dikush tjetër vetëm kur e jep selamin e kupton se pas ka qenë duke u falur. Kjo e bën dallimin.
Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thot: njeriu falet, por nga shpërblimi nuk marrin të gjithë njëjtë. Të gjithë falen, apo njerëzit falen, mirë po jo të gjithë ata që falen e marrin të njëjtin shpërblim. Vazhdon hadithi, dikush e merr sevapin e plot, shpërblimin e plot. Dikush e merr gjysmën e shpërblimit. Dikush e merr çerekun e shpërblimit. Dikush e merr 1/5 e shpërblimit. Dikush e merr 1/10 e shpërblimit. Dikush del prej namazit dhe nuk merr asnjë shpërblim. Po thjesht e ka kryer vetëm obligimin. Po ashtu edhe agjerimi i Ramazanit nuk është një lloj për të gjithë. Të gjithë do të agjerojmë inshallah, po jo të gjithë do të shpërblehemi një lloj. Ndryshimin e bën përjetimi i asaj që po e bëjmë. Duhet ta kuptojmë se ku po shkojmë, që ta kuptojmë çfarë është muaji i Ramazanit. Do të i përmendim disa hadithe që flasin pikërisht për këtë muaj të bekuar. Qëllimi është që t'ja dim vlerën, të përgatitemi dhe ta përjetojmë këtë muaj të bekuar. Allahu Azza wa Jall në hadithin Qudsi thot: çdo punë e mirë që e bën njeriu shpërblehet 10 fish më shumë deri në 700 fish. Kjo është prej mëshirës dhe rahmetit Allahut Azza wa Jall. Njeriu e bën një sevap, një të mirë, minimumi që shënohet është 10 herë. Po kjo mund të shkojë deri në 700 herë. Pastaj thot përveç agjerimit. Agjerimin besimtari e bën për mua, sepse është prej adhurimeve të fshehura, nuk e di tjetri se çka jam duke bërë unë. Thot dhe unë agjerimin e bën besimtari vetëm për mua dhe unë do ta shpërblej ata. Pra shpërblimi mund të jetë shumë më shumë se sa atë që e paramendojmë. Jo 10 fish, jo 700 fish, po shumë më shumë se kaq. Dhe kjo varet se si e bëjmë këtë adhurim. Në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: për agjeruesin ka 2 gëzime të mëdha. Agjeruesi që agjeron i ka 2 gëzime. Do të gëzohet 2 herë për këtë vepër që po e bën. Një gëzim e ka kur bën iftar, kur e çel iftarin, kur vjen koha e akşamit, e çel iftarin dhe gëzohet që e ka përmbushur një obligim ndaj Allahu xhalla xhelalu. Allahu më ka urdhëruar që të agjeroj dhe ja unë e plotësova e bëra. Dhe gëzimi tjetër që është më i madh do ta ketë në ditën e Kiametit, kur të takohet me Allahun Azza wa Jall me gjitha ato shpërblime të mëdhaja, shkaku i agjerimit. Agjerimi pra sjell shpërblime shumë të mëdha dhe për atë do të gëzohet 2 herë. Një herë në momentin e iftarit dhe sidomos në ditën e Kiametit, kur del para Allahut Azza wa Jall dhe do të jetë krenar për gjitha ato shpërblime që i ka fituar duke agjeruar. Kur u afronte muaji i Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam i mblidhte shokët e tij, i afronte, i mblidhte shokët e tij, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe i gëzuar u jep të myshdhe duke ju thënë: o njerëz, po ju vjen muaji i madh i Ramazanit, muaji i bekuar. Zoti e ka bërë farz agjerimin në këtë muaj. Në këtë muaj hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit dhe lidhen të mëdhenjt dhe rebelët e shejtanëve. Në këtë muaj është një natë që është më e mirë se 1000 muaj. Në këtë muaj është një natë që shpërblimi njeriu mund ta merr më shumë se sa 1000 muaj adhurim. I pa fat është ai njeri që nuk arrin të përfitoj nga kjo natë.
Hadithet janë të shumta që flasin për këtë muaj, një pjesë e keni dëgjuar, një pjesë tjetër do ta dëgjoni. Unë dua ta përfundoj me atë që fillova, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, Allahu ja fal atij të gjitha mëkatet. Allahu na mundsoft të arrijmë këtë muaj. Allahu na bëft neve prej agjeruesve të mirëfillt. Allahu na fal gjunahet e mëdha dhe të vogla, ato që shihen dhe ato që nuk shihen. Amin. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.